Ish-presidenti Ilir Meta kërkon të ballafaqohet në gjykatën e posaçme me kryeministrin Edi Rama, të cilin kërkoi të thirret dhe të pyetet si dëshmitar lidhur me akuzën e SPAK-ut se në cilësinë e kryetarit të Kuvendit ka ndikuar për miratimin e një ligji klientelist për minierat. Përmes avokatit Kujtim Cakrani, kreu i Partisë së Lirisë kërkoi pyetjen si dëshmitar të ish-deputetes Esmeralda Shkjau, Gramos Ruçit, Tauland Ballës, Petrit Vasilit e të tjerë. Kërkojmë edhe thirrjen e një eksperti konstitucionalist për të kuptuar se sa e ka mundësinë kryetari i Kuvendit të ndikojë te deputetët për miratimin e një ligji, tha Cakrani. Do ishte me vlerë të thërrisnin një ekspert në fushën e minierave apo një ekspert të pavarur për të parë që nga ky ndryshim ligjor sa subjekte kanë përfituar, për të kuptuar nëse ishte i nevojshëm apo jo, shtoi mëtej Meta. Më herët gjatë seancës ish-presidenti kërkoi pyetjen e një sër dëshmitarësh të tjerë, përfshirë edhe biznesmenin Adrian Shatku, i cili rezulton se ka kryer disa pagesa për llogari të ish-Lëvizje Socialiste për Integrim për kontratat që kjo parti ka lidhur me kompani lobuese në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ilir Meta mohon çdo përfshirje në vepra penale dhe i konsideron akuzat të motivuara politikisht, ndërsa konsideron përgjegjëse Monika Kryemadhin, me të cilën për herë të parë që pas divorcit të bujshëm pati përplasje në sallën e gjykatës së posaçme. Nuk ekziston asnjë lloj ndikimi për Adrian Shatkun dhe për askënd tjetër, as jo mesazh për Monika Kryemadhin, Piro Xhixhun. Adrian Shatkun duhet të kishte ardhur këtu sapo dëgjoi emrin se ka ngrënë bukë në shtëpinë time. Adrian Shatku u largua në 1989, e mori UDB-ja, pastaj iku në Amerikë. Kjo është histori UDB-je dhe agjentura është greke. Nuk kam asnjë dieni për veprimet e Monika Kryemadhit, i di vet ajo. Ato historitë e mesazheve i di zonja Kryemadhi, u shpreh Meta. I menjëhershëm ishte reagimi Kryemadhit, e cila i kërkoi ish-bashkëshortit të mos merrej me llafe grash. Boll se nuk është ashtu, me llafe që të sill Altin Dumani, thashë the me flet këtu. Mos u merr me llafe grash, akoma merresh me thashë themet e Tedi Blushit, u përgjigj Kryemadhi. Pasi gjykata e tërhoqi vëmendjen Kryemadhit se po prishte solemnitetin e seancës dhe e paralajmëroi se do ta nxirrte jashtë dëgjobiste, Kryemadhi vijoi. Kam 4 vjet që e dëgjoj dhe e duroj. Edhe baba im të çohet nga varri, nuk e durej dot më. Do të t'i lexoj unë mesazhet ty, të marrësh vesh. Me llafet e këtij rrogtari merresh ti, tha Kryemadhi, drejtuar Blushit. Seanca vijoi me pretendimet e Ilir Metës, i cili akuzoi SPAK-un për montazhe dhe deklaroi se kundër tij nuk ka asnjë provë. Avokati kërkoi pavlefshmërinë e disa provave të SPAK-ut. Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi po gjykohen për akuzat e korrupsionit, fshehjes së pasurisë dhe pastrimit të parave që lidhen me aferën Çesdia apo kontratat lobuese në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.